Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga Sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga recetat më të shëndetshme, është mjaft e thjeshtë në përgatitje, nuk ka asnjë gram miell, është pa gluten, edhe bukë edhe gjellë. Qëndroni me mua deri në fund të videos. Ta përgatisim bashkë, pasi jam e bindur që pasi ta provoni do ta përgatisni shpesh. Na duhen një gotë thjerza të kuqe, të cilat do t'i lëm disa orë para në mënyrë që të zbuten. Pasi I kullojmë, do t'i vendosim ato në një enë, duke shtuar 2 vezë, 2 lugë vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarëdo lloj vaji që ju përdorni në kuzhinën tuaj. Pasi kemi shtuar vajin, unë kam shtuar edhe 3 këndësha djath bebe, pasi djali im I pëlqen shumë. Një majluge krip dhe një majluge rigon, erëzat sipas dëshirës. Nëse nuk e preferoni, mund ta zëvendësoni atë me piper të zi. Një lugë çaji pluhur fryrës dhe do t'i frulojmë mirë në mënyrë që përbërësit të përzihen shumë mirë me njëra tjetrën dhe kokrat e thjerrzave të shpërbëhen. Nëse nuk e keni një blender të tillë, mund t'i grini në një blender të thjeshtë që grin perime ose fruta sipas çfarë ju gjendet në shtëpi. Ullinj, djath të bardhë dhe majdanos të freskët. Edhe me kopër shkon shumë, por në shtëpinë time nuk e preferojnë kopër, prandaj dhe unë kam shtuar majdanos. Nëse e pëlqeni mund të shtoni pak kopër se I jep aromë shumë të mirë. Pasi masa është gati, e vendosim atë në tavën e pjekjes duke vendosur poshtë një letër pjekje. Në sipërfaqe, unë kam shtuar fara lule dielli dhe fara susami. Nëse ju gjendet në shtëpi mund t'i shtoni, nëse jo mund ta pishni edhe pa to. Thjesht e bëjnë më të shijshme dhe japin akoma më shumë vlera. E pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë derisa të jetë gati. Nuk dua ta harroj pa thënë se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Dhe nëse keni dëshirë, mund të më shkruani se nga cili vend I Shqipërisë apo I botës më ndiqni. Siç e pat, është shumë e lehtë në përgatitje. Unë ju sugjeroj ta provoni nëse dëshironi të gatuani diçka të shëndetshme. Ju mban të ngopur gjatë, është e përshtatshme për çdo vakt dhe për të gjithë familjen. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj që më ndiqni dhe bashkë dëgjohemi në recetën e radhës.